Erdhi nga Prishtina për t'i mbështetur në fushat dhe pikërisht në takimin e mbajtur në lagjen Dardania. Deputeti Libur Naliu, i cili theksoi edhe një herë se lëvizja vetëvendosje çdo ditë po rritet, sepse është vetë një alternativë që punon për qytetarin dhe bashkë me qytetarin. Bashkë me qytetarët gjumë kemi pas rast të njoftohemi dhe të qajmë hallet bashkë dhe pastaj nga këto informacione dhe mendimin e shumë ekspertëve që lëvizja vetëvendosje ju kanë shtu dita ditës e kemi nxjerrë alternativën tonë qeverise, e cila bashkë me organizimin e lëvizjes vetëvendosje, bashkë me njerëz të ndershëm të cilët kandidojnë për kryetar komunash dhe për asamblejës gjithandej nëpër Kosovë, do ta realizojnë ndryshimin në Kosovë, i cili është mase i domosdoshëm tani dhe të cilin qytetarët e Kosovës gjithandej po e presin me padurim. Qytetarët e organizuar janë ata që vendosin të ardhmen e vendit. Ndryshimi fillon nga Gjakova. Tek qytetarët tani ka shpresë. Shpresa është te organizimi, ai organizim është lëvizja vetëvendosje dhe kështu që po krijohen kushte tani për me realizuar ndryshimin të cilët qytetarët po e presin me padurim. Kandidatja për kryetare të komunës Arbëria Nagavci i ftoi banorët e lagjes Dardania